Vizitojmë kopshtin zoologjik më të vjetër në botë. Unë nuk e dija që ky ishte në fakt kopshti zoologjik më i vjetër në botë, por e zbulova kur shkova në fundjavë në Vjenë dhe më sugjeruan shumë njerëz që ta vizitoja. Bileta kushtonte 27 euro për të rritur dhe 15 euro për fëmijët dhe merrni atletet e rehatshme sepse ishte një vend gjigant dhe duhej mbi 4-5 orë që ta vizitoje. Ka mbi 700 specie të ndryshme, kafshë, zvaranik, shpend, peshq. Pra çdo lloj kafshë që ty mund ta kesh parë në televizor, nëpër libra, dhe mua nuk është se më doli koha të shikoja të gjitha dhe pse kalova 4 orë aty. Por një pjesë të mirë të tyre e pash, si për shembull këtë pandën e lezetshme, pan fokat që ishin kështu që gjithkohë sikur do qanin, kaq të lezetshme, ndërsa pinguinët ishte pjesa që nuk duhej humbur, se nuk është se shikojmë pinguina për ditë, në fakt kishte disa specie të ndryshme, këto ishin ato që qëndronin të mbyllur në akull sepse duan temperatura me minus. Ishte tigër, luan, shumë lloj brejtës, të lezetshëm që ishin këta. Diçka tjetër që më bëri përshtypje ishte rinoceronti dhe hipopotami. Shikoni pak sa gjigant që është dhe ka një lëkurë shumë të shëndritshme. Pra siç e thash, edhe pse kalova 4 orë aty, la shumë të tjera pa parë, si për shembull nuk e di pse më shpëtoi koala, kishte kangur, uqër, dhelbra, shumë lloje të ndryshme majmunësh, nga racat nga më të ndryshme, siç e thash gjithashtu dhe shpend, flamingo. Dhe kjo ishte eksperjenca ime te kopshti zoologjik. Follow dhe like nëse të pëlqeu. Bye.